15 vite nga protesta e dhunshme e 21 janarit në Tiranë, familja e Alex Nikës nga Lezhë, një prej 4 viktimave të asaj dite në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kërkon drejtësi për këtë krim të rënd. Xhaxhai i Alex Nikës, Mark Nika, e konsideron një prerje në besë nga shteti dhe drejtësia atë çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve, por shprehet se nuk e ka humbur shpresën që kjo ngjarje të zbardhet dhe personat përgjegjës të ndërshkohen. Familja Nika ka besim tek prokuroria posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit SPAK, e cila po heton çështjen e 21 janarit. 21 janari për ne është ditë tragjike. Kemi 15 vjet që kërkojmë drejtësi dhe ajo na ka munguar. Për ne kjo është prerje në besë që na ka bërë shteti dhe drejtësia. Tash kote dihet dosin hetimore e ka marrë SPAK-u, e cila po punon dhe sipas nesh, sipas informacioneve që kemi, është drejt restaurimit të plot të dosjes së masakruar nga prokuroria e Tiranës. Ne shpresojmë se SPAK-u do të zbardhë sa më shpejt të përcaktojë ose të dërgojë në gjyq organizatorët, urdhëruesit dhe vrasësit e 21 janarit. Ato janë të rritur, kërkojnë drejtësi dhe syt i kanë nga SPAK-u. Ne si familje besojmë se SPAK-u do të dërgojë sa më shpejt çështjen në përgjykim, gjykatën speciale. Në protestën e 21 janarit të vitit 2011 kundër qeverisë që në atë kohë drejtohej nga Sali Berisha, humbën jetën 4 protestues, mes të cilëve edhe Alex Nika nga Lezhë. Ai ishte djali i vetëm i familjes dhe babai i 2 vajzave.